Pse ëndërrojmë sikur po rrëzohemi? Shpjegimi shkencor pas fenomenit që na trem të gjithëve. Kush nuk e ka përjetuar ndjesinë e tmerrshme gjatë një ëndre, ku papritmas ndihesh sikur po humb kontrollin dhe po rrëzohesh në bosh. Ky moment i shkurtër por intensiv, i njohur nga shumë njerëz, shpesh shoqërohet me një shok të papritur që i zgjon njerëzit nga gjumi i lehtë, shpesh me një rrahje zemre të shpejtuar dhe ndjesi të panikut. Megjithse për shumë prej nesh kjo duket si një përvojë misterioze dhe shqetësuese, shkenca ka dhënë shpjegime mjaft të thella dhe interesante për këtë fenomen, që është i njohur si hypnicjerk ose mjotslonitjerk në literaturën shkencore. Çfarë është hypnicjerk dhe pse ndodh? Termi hypnicjerk i referohet një kontraktimi të papritur të muskujve që ndodh në fazat e para të gjumit. Gjatë kalimit nga gjumi i lehtë në fazën e parë të gjumit, e njohur si NREM faza 1 në gjumë më të thellë, muskujt tonik të trupit relaksohen gradualisht. Ky proces është normal dhe i domosdoshëm, sepse pa relaksimin e muskujve, trupi nuk do të mund të shijonte gjumë të thellë dhe të riparueshëm. Megjithatë, ndonjëherë truri mund të interpretojë këtë relaksim si një rrëzim të trupit dhe dërgon një sinjal emergjent që shkakton kontraktimin e papritur të muskujve për të ndaluar rrëzimin. Ky moment përkthehet në ndjesinë e dramës së rrëzimit, shpesh të shoqëruar me një vizion të trupit që bie nga një lartësi apo një ndjenjë se po përplasemi. Në fakt, kjo është një lloj iluzioni i trurit që ndodh kur sistemi nervor është në tranzicion midis gjumit dhe vetëdijes. Faktorët që rrisin mundësinë e shokut të gjumit. Jo të gjithë njerëzit e përjetojnë këtë fenomen me të njëjtën frekuencë ose intensitet. Shkencëtarët kanë identifikuar disa faktorë që mund ta bëjnë më të mundshme ose më të shpesh këtë përvojë. Stresi dhe ankthi. Kur truri është në presion të vazhdueshëm, qelizat nervore mbeten më aktive edhe kur supozohet të pushojnë. Ky aktivitet shtesë mund të shkaktojë një konflikt midis sinjaleve që dërgon truri gjatë gjumit, duke rritur mundësinë e një kontraktimi të papritur. Lodhja ekstreme. Kur një person është shumë i lodhur ose nuk ka fjetur mjaftueshëm, muskujt dhe sistemi nervor mund të reagojnë në mënyra të papritura gjatë kalimit në gjumë, duke shkaktuar ndjesinë e rrëzimit. Kafeina dhe stimulatorët e tjerë. Përdorimi i kafeinës ose ilaçeve stimulante afër orës së gjumit mund të mbajë qelizat nervore të aktivizuara, duke çuar në shpërthime të papritura të aktivitetit elektrik që përkthehen në hypnicjerks. Pozicioni i gjumit. Disa studime sugjerojnë se njerëzit që flen në krah ose në një pozicion ku muskujt janë më të tensionuar, mund të ndjejnë më shpesh ndjesinë e rrëzimit gjatë gjumit të lehtë. Shpjegime evolucionare të fenomenit. Disa neuroshkencëtarë sugjerojnë se ndjenja e rrëzimit gjatë gjumit mund të ketë një bazë evolutive. Në natyrën e egër, relaksimi plot i trupit gjatë gjumit mund të përbënte një rrezik, sepse një rrëzim nga një vend i lartë ose humbja e ekuilibrit mund të përkthehej në lëndime fatale. Nga ky këndvështrim, hypnicjerk mund të shihet si një mekanizëm mbrojtës i trurit që aktivizohet për të parandaluar rrezikun. Edhe pse sot kërcënimi fizik nuk ekziston në shumicën e konteksteve njerëzore. Përse ndodh ndjenja e rrëzimit në ëndrat? Kur trupi përjeton një hypnicjerk, përvoja shpesh përkthehet në ëndër. Truri, i cili është pjesërisht i ndërgjegjshëm edhe gjatë fazës së parë të gjumit, përpiqet të japë një interpretim për kontraktimin e papritur të muskujve. Rezultati është një ëndër e shkurtër dhe intensive, ku ndodh diçka që duket si rrëzim nga një lartësi ose humbje e kontrollit. Shkencëtarët e trurit sugjerojnë se kjo është pjesë e mënyrës se si truri përpiqet të integrojë informacionin sensor dhe motorik gjatë gjumit. Në vend që të shfaqet si një ndjesje abstrakte, truri e bën realitet duke krijuar një histori vizuale që përputhet me ndjenjën fizike të trupit që bie. Kjo shpjegon pse ndjenja e rrëzimit shpesh shoqërohet me pamje të lartësi, humbje ekuilibri ose një përplasje të papritur në tokë. Faktorët neurologjik pas hypnicjerk. Në nivel neurologjik, hypnicjerk lidhet me një fenomen të quajtur depolarizim i papritur i muskujve skeletik, i cili shkaktohet nga shpërthimi i impulseve elektrike nga neuronet motore. Kur muskujt fillojnë të relaksohen gjatë fazës së parë të gjumit, disa neurone mund të lëshojnë papritur impulse që shkaktojnë kontraktim të menjëhershëm. Ky proces është krejtësisht normal dhe zakonisht nuk tregon ndonjë problem shëndetësor. Megjithatë, kur hypnicjerks ndodhin shpesh ose janë shumë të forta, mund të lidhen me çrregullime të gjumit si pagjumësia ose shqetësimet ankthore. Hipoteza psikologjike. Psikologët shohin hypnicjerks edhe nga këndvështrimi i psikologjisë së ëndrave, ndërsa disa interpretojnë këtë fenomen si një përvojë që lidhet me ankthin ose stresin. Të tjerë sugjerojnë që ndjenja e rrëzimit është një mënyrë që truri të përballet me frikën instinktive nga humbja e kontrollit.
Kjo do të thotë se truri i njeriut përdor ëndrrën për të praktikuar reagimin ndaj situatave të rrezikshme. Një lloj trajnimi psikologjik gjatë gjumit që mund të ketë pasur rëndësi në evolucionin tonë. Në këtë mënyrë, ndjenja e tmerrshme e rrëzimit gjatë gjumit nuk është thjesht një gabim i trurit, por një formë instinkti mbrojtës. Kur duhet të shqetësohemi, për shumicën e njerëzve, hypnit jerks janë të pafajshme dhe pjesë normale e ciklit të gjumit. Megjithatë, disa situata mund të tregojnë nevojën për vlerësim mjekësor, kur ndodhin shumë shpesh dhe pengojnë gjumin e qetë, kur janë të shoqëruara me dhimbje të forta ose lëndime të muskujve, kur shfaqen së bashku me simptoma të tjera të çrregullimeve të gjumit, si pagjumësia kronike ose apnea e gjumit. Në këto raste, konsultimi me një specialist të gjumit ose neurolog është i këshillueshëm. Pse ëndërrojmë sikur po rrëzohemi? Shpjegimi shkencor pas fenomenit që na trem të gjithëve. Pas shpjegimeve neurologjike dhe psikologjike mbi fenomenin e hypnit jerk, shumë lexues mund të pyesin: a mund të bëjmë diçka për ta parandaluar këtë ndjesë të tmerrshme? A ndikon mënyra se si jetojmë, ushqehemi apo qetësia jonë mendore në shfaqjen e këtyre rrëzimeve gjatë gjumit? Shkencëtarët dhe specialistët e gjumit kanë dhënë disa këshilla praktike dhe strategji që mund të ndihmojnë për të zvogëluar frekuencën dhe intensitetin e hypnit jerks. 1. Përkujdesi për higjienën e gjumit. Higjiena e gjumit është një nga faktorët më të rëndësishëm për të reduktuar ndjesitë e papritura të rrëzimit. Ky koncept përfshin një grup praktikash që ndihmojnë trupin dhe trurin të hyjnë më lehtë në gjumë të thellë dhe të qetë. Ora e rregullt e gjumit. Shkuarja në shtrat dhe zgjimi në të njëjtën orë çdo ditë ndihmon trupin të krijojë një cikël të qëndrueshëm të gjumit. Kur cikli është i çrregullt, fazat e gjumit shpesh ndërpriten dhe hypnit jerks ndodhin më shpesh. Mjedisi i qetë. Një dhomë e errët pa zhurma të forta dhe temperatura e përshtatshme, rreth 18-20, sfavorizon relaksimin e muskujve dhe ul aktivitetin e trurit që shkakton kontraktimet e papritura. Reduktimi i përdorimit e ekranit para gjumit. Drita blu nga telefonat, tabletat dhe televizorët stimulojnë trurin dhe mund të shtojnë frekuencën e hypnit jerks. Një rregull i thjeshtë është të shmangim ekranet 1-2 orë para gjumit. 2. Reduktimi i stresit dhe ankthit. Siç u përmend në pjesën e parë, stresi është një faktor kyç që rrit ndjeshmërinë ndaj hypnit jerks. Pra, menaxhimi i stresit mund të ndihmojë ndjeshëm. Meditimi dhe frymëmarrja e thellë. Praktikat e thjeshta të frymëmarrjes ndihmojnë në uljen e aktivitetit të tepruar nervor dhe qetësimin e trurit para gjumit. Yoga ose stretching i lehtë para shtratit relakson muskujt dhe përmirëson qarkullimin, duke reduktuar shanset për kontraktime të papritura. Shkrimi i ditarit. Shkrimi i mendimeve dhe shqetësimeve gjatë ditës mund të zvogëlojë ankthin dhe të përgatitë trurin për gjumë pa ndërprerje. 3. Ushqyerja dhe stimuluesit. Ajo që ham dhe pim gjithashtu ndikon mbi frekuencën e hypnit jerks. Kafeina dhe alkooli. Konsumi i tepërt i kafes, çajit të fortë ose energjisë para gjumit mund të shkaktojë kontraktime të papritura. Edhe pse alkooli mund të duket se ndihmon për të fjetur, ai ndërpret fazat e thella të gjumit dhe mund të shtojë episodet e rrëzimit. Ushqyerja e lehtë para gjumit. Një stomak shumë i plot ose i uritur mund të rrisë tensionin e trupit. Një ushqim i lehtë i pasur me triptofan si bananet, qumështi ose ara, mund të përmirësojë gjumin. Hidratimi. Dehidrimi mund të shkaktojë lodhje të muskujve dhe të rrisë kontraktimet e papritura. 4. Aktiviteti fizik i rregullt. Lëvizja dhe stërvitja janë të lidhura ngushtë me gjumin e shëndetshëm. Ushtrime aerobike dhe forcuese. Aktiviteti i moderuar gjatë ditës ndihmon në relaksimin e muskujve dhe redukton frekuencën e hypnit jerks gjatë natës. Shmangja e stërvitjes intensive para gjumit. Një ushtrim shumë i rënd natën vonë mund të stimulojë sistemin nervor dhe të bëjë kontraktimet më të shpeshta. 5. Pozicioni i gjumit. Disa njerëz e përjetojnë më shpesh ndjesinë e rrëzimit nëse flen në mënyrë të tensionuar ose në pozicione të caktuara. Flini në shpinë. Ky pozicion favorizon relaksimin e muskujve dhe shpesh redukton episodet e hypnit jerks. Mbështetja e jastëkut. Një jastëk që mbështet qafën dhe shpinën ndihmon trupin të relaksohet plotësisht. Këmbët e lehtë të ngritura. Nëse keni tendencë të ndjeni rrëzimin, ngritja e këmbëve paksa mund të ndihmojë për ekuilibrin dhe stabilitetin e trupit. 6. Terapitë psikologjike dhe mjekësore. Në rastet kur hypnit jerks bëhen të shpeshta dhe ndikojnë në cilësinë e jetës, disa trajtime janë të mundshme. Terapia kognitive dhe e sjelljes. Ndihmon për menaxhimin e ankthit dhe për të reduktuar reagimet e papritura të trupit. Mbështetje për çrregullimet e gjumit.
Në rastet e pagjumësisë kronike ose apnea e gjumit, trajtimi i çrregullimit themelor shpesh redukton hypnicjerks. Medikamentet shpesh përdoren vetëm në rastet ekstreme dhe në mbikëqyrjen e një specialisti të gjumit. 7. Perspektiva psikologjike dhe emocionale. Përtej aspektit neurologjik dhe fiziologjik, eksperienca e ndjenjes së rrëzimit ka një dimension psikologjik. Për disa njerëz, kjo ëndër mund të tregojë një ndjenjë të përgjithshme të humbjes së kontrollit ose ankthit në jetën e përditshme. Analizimi i këtyre ndjenjave dhe përpjekja për t'i përballuar me strategji të qarta për menaxhimin e stresit mund të reduktojë episodet e tmerrshme gjatë gjumit. Një këshill e rëndësishme është që të mos friksohemi nga këto ëndra, pasi ato janë pjesë normale e përvojës së gjumit dhe zakonisht nuk tregojnë ndonjë problem të rëndësishëm shëndetësor. 8. Kur hypnicjerks mund të jenë sinjal për vëmendje mjekësore. Megjithse për shumicën e njerëzve këto ndjenja janë të padëmshme, disa shenja mund të tregojnë nevojën për konsultim. Ndjesitë e rrëzimit janë të shpeshta dhe pengojnë gjumin e natës. Shfaqja e dhimbjeve të muskujve ose spazma të dhimbshme. Ndërprerjet e gjumit të shoqëruara me lodhje ekstreme, dhimbje koke ose çrregullime të tjera neurologjike. Në këto raste, një specialist i gjumit ose neurolog mund të rekomandojë teste për të përjashtuar çrregullime si mioklonia e natës, apnea e gjumit, ose çrregullime të tjera neurologjike. Përfundim i pjesës 2. Hypnicjerks, ndjenja e rrëzimit në ëndër, janë një përvojë universale që lidhet ngushtë me neurologjin, psikologjin dhe evolucionin e trupit ton. Duke kuptuar mekanizma që qëndrojnë pas këtyre episodeve dhe duke përdorur praktikat e duhura të higjienës së gjumit, reduktimit të stresit, ushqyerjes dhe aktivitetit fizik, shumica e njerëzve mund të përjetojnë më pak raste të tmerrshme gjatë gjumit. Në një farë mënyre, truri ynë po na kujton se edhe kur jemi të shtrirë, trupi dhe mendja janë gjithmonë në gatishmëri, gati për të përballuar çdo rrezik, edhe atë të imagjinuar. Ndërsa pjesët e para shpjeguan fenomenin neurologjik, psikologjik dhe evolutiv të hypnicjerk, shumë lexues mbeten kurioz për përvojat reale të njerëzve dhe mënyrat konkrete për ta reduktuar këtë ndjesi. Pjesa e tretë e artikullit eksploron histori personale, studime interesante dhe sugjerime praktike që mund t'i aplikojë çdo lexues. Historitë personale. Mjafton të flasësh me njerëz nga moshat dhe profesionet më të ndryshme për të kuptuar se ndjenja e rrëzimit gjatë gjumit është universale, por përvoja e secilit mund të ndryshojë. Ana, 28 vjeçe, programuese. Kur isha duke punuar ditë të tëra pa pushim dhe shkoja në shtrat, ndonjëherë ndjeja sikur po rrëzohem nga një shkallë gjatë. Paprit ma zgjohesha me rrahje të fortë zemre. Pas disa javësh kur fillova të bëja meditimin e mbrëmjes dhe të mos merrja telefonin në shtrat, këto ëndra pothuajse u zhdukën. Gentian, 45 vjeç, shofer kamioni. Pas turneve të gjatë dhe pak gjumi, ndodhte shpesh që të ndihesha sikur po binim nga një lartësi. Fillimisht mendoja se kisha një problem serioz, por kur vizitova një specialist të gjumit, mësova se ishte thjesht hypnicjerk. Pas ndryshimeve të vogla në rutinën e gjumit, u reduktuan shumë. Elisa, 33 vjeçe, mësuese. Unë gjithmonë kisha ndjesinë e rrëzimit pas periudhave stresuese në punë. Kur fillova të bëja yoga dhe frymëmarrje të thellë para gjumit, këto ëndra u bën shumë më të rralla. Këto tregime tregojnë qartë se stresi, lodhja dhe mënyra e jetesës kanë ndikim të madh mbi frekuencën e këtyre ndjesive. Studime të rastit. Shkencëtarët kanë analizuar fenomenin e hypnicjerk në laborator të gjumit, dhe disa gjetje janë mjaft interesante. Studiuesit në Universitetin e Harvardit zbuluan se rreth 70% e njerëzve e përjetojnë këtë fenomen të paktën një herë në jetën e tyre, ndërsa 30% i raportojnë episodet e shpeshta, veçanërisht gjatë periudhave të stresit ose lodhjes ekstreme. Një studim në revistën Sleep Medicine tregoi se njerëzit që konsumonin më shumë kafein pas dite kishin 2 fish më shumë probabilitet për të pasur hypnicjerks të shpeshta se sa ata që shmangnin kafen pas orës 14:00. Një eksperiment i Universitetit të Kalifornisë vuri re se meditimi i rregullt para gjumit ulte frekuencën e këtyre episodeve me 40-50 në vetëm 2 javë. Kjo tregon se teknikat e relaksimit janë mjaft efektive. Këshilla praktike dhe për të reduktuar ndjesinë e rrëzimit. Bazuar në historitë personale dhe studimet shkencore, ekzistojnë disa hapa praktik që çdo person mund t'i marrë. 1. Relaksim përpara gjumit. Provoni 5-10 minuta meditimi ose frymëmarrje të thellë. Merrni frymë ngadalë për 4 sekonda, mbani frymën për 4 sekonda dhe nxirrni për 6 sekonda.
Yoga e lehtë ose stretching ndihmon muskujt të relaksohen dhe trupin të përgatitet për gjumë të thellë. 2. Rregullimi i rutinës së gjumit. Shkoni në shtrat dhe zgjohuni në të njëjtën orë çdo ditë. Shmangni ekranet digjitale 1-2 orë para gjumit. Në vend të tyre, lexoni një libër ose dëgjoni muzikë relaksuese. 3. Menaxhimi i stimuluesve. Kufizoni kafen, çajin dhe pijet energjike pas mesditës. Shmangni alkoolin e tepërt në mbrëmje, sepse ndërpret ciklet e gjumit dhe mund të rrisë episodet e hypnit jerks. 4. Pozicioni i shtratit. Flini në shpinë ose në një pozicion ku muskujt janë relaksuar. Përdorni jastëk mbështetës për qafën dhe shpinën për stabilitet maksimal. 5. Aktiviteti fizik i rregullt. Ushtrimet aerobike ose forcuese gjatë ditës ndihmojnë relaksimin e trupit në natë. Shmangni stërvitjen intensive 1-2 orë para gjumit, sepse stimulon sistemin nervor dhe mund të shtojë episodet e papritura. 6. Mbështetja psikologjike. Shkrimi i ditarit për stresin dhe shqetësimet e ditës mund të reduktojë ankthin. Terapitë e shkurtra kognitive ose konsultimet psikologjike janë të dobishme për njerëzit që përjetojnë hypnit jerks shumë shpesh ose që ndihen të frikësuar nga këto episod. Perspektiva për shëndetin afatgjat. Ndërsa ndjesia e rrëzimit mund të jetë shqetësuese, shumica e njerëzve nuk kanë asnjë rrezik shëndetësor nga kjo. Në fakt, fenomeni tregon se truri dhe trupi po punojnë për të ruajtur ekuilibrin dhe gatishmërinë, edhe gjatë gjumit. Për ata që e trajtojnë me strategjitë e duhura, episodet bëhen më të rralla dhe gjumi bëhet më i qetë dhe më riparues. Përfundim i pjesës 3. Përvoja e ndjenjes së rrëzimit gjatë gjumit është një kombinim i neurologjisë, psikologjisë dhe evolucionit ton. Duke kuptuar mekanizma që qëndrojnë pas hypnit jerks dhe duke aplikuar këshillat praktike. Higjiena e gjumit, menaxhimi i stresit, ushqyerja e kujdesshme, aktiviteti fizik i rregullt dhe pozicioni i shtratit, mund të reduktojmë ndjeshëm frekuencën e këtyre episodeve dhe të përjetojmë një gjumë më të qetë. Ky fenomen, edhe pse i frikshëm në momentin e parë, është një pjesë normale dhe shëndetësore e përvojës son të gjumit, që tregon se trupi dhe truri janë gjithmonë të gatshëm për të përballuar sfidat, madje edhe ato imagjinare.